Macron në fakt ka pasur edhe planin franko-gjerman për të krijuar një mbrojtje të përbashkët që kur ka ardhur dhe ka pas si tezë në të cilën ju rriten shumë pikë në fushatën e tij. Momentalisht unë e quaj pak dramatizuese, të jesh i fortë ushtarakisht çdo shtet është shumë pozitive, por në këto momente që sapo hapen diskutime për të arritur paqen mes Ukrainës dhe Rusisë të bëhet gjithë ky tensionim është pak i panevojshëm. Së pari. Së dyti, duhet parë historia, dhe të bazohna mbi fakt. Si është i panevojshëm tani, të gjithë kryeministrat e vendeve themeluese anëtare të NATO-s po diskutojnë, duhen me një seriozitet shumë të madh. Tani ti thua që ky është një bllaf? Nuk është bllaf, unë thaç është pak si tepër dramatizuese, sepse bota në këto momente ka nevojë. Ndoshta ata kanë më shumë informacione se ne zotë Plumi? Është e vërtetë që kanë, por sa fitoi Donald Trump, këta u alarmuan. Ku ishin më përpara? Vetëm tani është keq e madhe rreziku rus.